Studimet tregojnë se 70% e njerëzve kanë një lloj pakënaqësie me trupin e tyre, me mënyrën se si e perceptojnë ata trupin e tyre fizik. Ky problem është një problem shumë i gjanë dhe i thellë që ndikohet shumë ose influencohet nga mënyra se si njerëzit mendojnë për veten e tyre dhe nga shumë anë të tjera psikologjike dhe shoqërore. Është një temë shumë e gjanë për cilën nuk do të flas sot. Sot do të flas në lidhje me peshën e trupit dhe se cila mund të jetë zanafilla sepse ti vazhdimisht po akumulon peshë edhe pse mendon se po han shnetshëm. Kjo do të jetë një provë të cilën do t'ja shpjegoj hap pas hapi. Po në radhë të parë, dua t'ju falenderoj të gjithëve që keni kliku në kanalin tim. Për ju që më njihni, ju falenderoj që keni kliku prap dhe ju mirëpres. Për ju që jeni për herë të parë në kanalin tim, unë quhem Shpresa Toma, jam një holistic health and wellness coach, që do thotë jam një trajnere shëndeti dhe bie këshilla praktike për njerëzit që kanë interes për me përmirësu shëndetin e tyre pa medikamente. Atëherë pra së fundi vera ka ardhur dhe të gjithë jena shumë të gëzuar për me plotësu ato planet që kena për verën, qoftë me shëtit nga një vend të një tjetër, vetëm me pa ato vende që si kena pa ndonjëherë, ndoshta për shumë është për me u kthy te familjarët tonë që kena në Shqipëri, që është shumë gjë e mirë, dhe Shqipëria, siç e dinë gjithë, është vend shumë i bukur dhe ka plazhe shumë të bukura dhe shumë prej nesh shkojmë për me vizitu plazhet, për me kalu një kohë shumë të mirë në plazh. Po bashkë me gjitha këto, në mendjen e shumë njerëzve, udhton me ta edhe mendimi se si do të dukem në plazh, si do të më duket trupi tash mbas një viti që shumë njerëz nuk më kanë pa, si do dukem në atë dasëm, fejes, apo party, apo mbledhje familjare që do të kemi, sepse shumë njerëz mendojnë që kanë shtu peshën ose mund mos ta kenë trupin në atë nivelin që dëshirojnë ata. Dhe kjo është arsyeja pikërisht që vendosa ta bëj këtë video. Dua që të më bani shënim sepse është një provë që do të bani. Unë nuk garantoj asnjë gjë përveç se asaj që njerëzit që po shtojnë peshë dhe kanë përdorur mënyra të ndryshme për me e pa se pse po akumulojnë peshë, po s'ja kanë arrit qëllimit, atëherë kjo provë mund t'i përcaktojnë arsyen se pse je mbi peshë ose pse me gjithë ato që je mundu me ba, me dieta, ndoshta me ushtrime fizike, ndoshta me ecje dhe prap se prap nuk po bie nga pesha. Atëherë, për me ba këtë provë, nuk keni nevojë për asnjë gjë tjetër, përveç se vetes tuaj, vullnetit dhe dëshirës për me kry këtë provë brenda 48 orëve. Është një provë që duhet bërë për 48 orë, nuk duhet të shtoni asnjë gjë, vetëm të hiqni 2 produkte të thjeshta që i keni në kuzhinën tuaj secili prej jush. Dhe këto produkte janë pikërisht krypa dhe sheqeri. Ju mund pyesni pse pikërisht sheqeri dhe krypa? Mund të jenë zanafilla e shtimit të peshës tonë. Atëherë thjesht shumë njerëz e dinë që duke akumuluar shumë kryp, trupi krijon ose akumulon langje në vetvete. Ma sakt me thënë është se mëlçia, që është një muskull, do të thënë të kurret, pymehet edhe të kurret, akumulon shumë langje gjatë nëse ne konsumojmë shumë kryp ose kryp me tepri. Nëse konsumon kryp, atëherë trupi don me pi ujë. Pse don trupi me pi ujë? Është pikërisht për këtë arsye sepse mëlçia i tërheq langjet në atë rezervuarin e vet dhe ne ndihemi të etur për me pi, për me marrë prap langje. E njëjta gjë ndodh edhe me sheqerin. Nëse ne konsumojmë sheqer të tepruar në dietat tona, atëherë mëlçia e transformon atë glukozën në glikogen ose glycogen në anglisht. Glikogeni është një rezervuar energjie, do të thënë të gjitha sheqernat që shkojnë te mëlçia i transformon në glikogen, që është rezervuari i energjisë së trupit. Për çdo 1 gram glikogen, mëlçia tërheq ose thith 3 deri në 4 gram ujë. Tash imagjinojeni ju, nëse konsumon shumë sheqer, se sa shumë langje dhe ujë ajo mëlçia tërheq në vetvete.
Këto janë arsyet pra sepse krypa dhe sheqeri bëjnë që trupi jot të jetë më i frym, të fryhesh tek mesi, që trupi jot për me akumulu peshen. Shpresoj të jetë e qartë vetëm me ditë pak a shumë për ata njerëz që kanë qef me ditë arsyen pse mas çdo gjaje. Atëherë, provën do t'ja u përcaktoj si thash me hapa. Përpara se të filloni provën, para përgatiteni duke përcaktu ato ushqime që ju konsumoni ditë për ditë që kanë në përbamjen e tyre edhe sheqerin edhe krypen. Nuk do të thotë që t'i kenë bashk, por ushqimet që konsumoni që kanë sheqer dhe ushqimet që konsumoni që kanë përbamjen e tyre kryp. Atëherë, hapi i parë kur ta nisish këtë provë, të rekomandoj që ta nisish në darkë. Pasi është shumë më lehtë me nis në darkë, se gjatë natës ti nuk konsumon as krypen, as piper, as sheqerin. Nisja në darkë, përpara se me shku me fjet, peshoni në peshore dhe shkruaje peshën e trupit të cilën e keni atë moment dhe aty fillon prova jote 48 orëshe. Hapi i dytë, do të ndash në vetvete 2 lugë çaj me kryp, veç e veç, sepse do të ndalosh të gjitha ushqimet që kanë përbamjen e tyre krypen edhe sheqerin, por kur vjen puna te krypa, do të ndalosh krypen, por jo 100%, pasi secilit prej nesh i duhet një sasi e mjaftueshme krype që organet e tona me kry funksionet normale, ato elektrolitet na duhen, sidomos tash që është verë, na duhen ato hormonet, balancimi e hormoneve, të gjitha duhen, kështu që për njerëzit normal që nuk kanë sëmundje, nuk kanë ndonjë sëmundje që e dinë, rekomandohet të konsumohet sasia e krypës që është 1 lugë gjelle në ditë. Përderisa kjo provë do të bëhet për 48 orë, do të thotë që kemi të bëjmë me 2 ditë. Atëherë, ndaj në vetvete, ky ishte hapi i dytë, pra ndaj veç e veç 2 lugë gjelle. Arsyeja pse është që gjatë ditës që ti po konsumon ushqim, mund ta përdorish krypen vetëm sa me i dhëna të shihen ushqime që mos të jetë ushqimi komplet pa asnjë lloj krype, edhe për arsye se të duhet krypa për veten tane. Ky ishte hapi i dytë. Shpresoj të jem e qartë. Dhe hapi i tretë, vazhdo jetën tane normale, minus këto 2 produkte, siç thash, sheqerin edhe krypen, përveç 1 lugë gjelle në ditë të krypës. Hapi i katërt, vazhdo këtë provë për 48 orë pa hile. Nëse bani hile, do të bani hile vetet, sepse kuptohet që kjo provë është për ju, jo për mua, që ta kuptoni nëse akumulimi i peshës vjen nga konsumimi i tepërt i krypës dhe i sheqerit. Dhe hapi i pestë është në fund të 48 orëshit, peshoju edhe një herë peshore dhe shikoje nëse pesha jote ka ra. Si thash, nuk garantoj se sa mund të ketë ra, por a garantoj atë që njerëzit të cilët konsumojnë shumë kryp edhe shumë sheqer në dietën e tyre, akumulojnë shumë ujë dhe langje në trupin e tyre. Kanë fryrje në këtu te mesi, kanë enjtje të trupit në përgjithësi, enjtje të fytyrës, kanë si buçatje, sidomos tek kjo pjesa këtu, buçatje të fytyrës, dhe të gjitha këto langje që akumulohen bien si rezultat atë peshën e padëshirueshme që njerëzit e kanë. Atëherë, për ty që ke këto probleme, nëse pesha jote ka ra, do thotë që kjo provë të ka tregu se duhet të ndalosh konsumimin e tepërt të krypës dhe mundësisht ndalo komplet konsumimin e sheqerit. Për ju që e bat provën me detaje, por nuk patët asnjë përmirësim ose asnjë ramje peshe, kjo thjesht do të thotë që krypa dhe piperi për ty nuk janë problem. Bravo për ty që ndoshta nuk e konsumon me tepri as krypen as sheqerin, por ti duhet të kesh kujdes me yndyrnat. Ndoshta në dietën tane konsumon shumë yndyrna, atëherë ti duhet të avash të largohesh nga yndyrnat e tepërta dhe jam e sigurt se pesha jote, me gjithë ato gjanat e tjera që po ban, pesha jote do të shkojnë në rezultatin e dëshiruar. Atëherë kjo ishte e gjitha për këtë. Shpresoj që ti keni marrë këto informacione, edhe shpresoj që unë t'ja kem sqaruar krejt qartë
Por gjithsesi ju lutem komentoni në komentet poshtë që ta dim nëse kjo provë ishte e vlefshme për ju, që edhe njerëzit e tjerë që të lexojnë komentet ta provojnë dhe pse jo ta ndihmojnë veten e tyre për me ul peshën e tepërt dhe për me përmirësu shnetin e tyre. Pasi nëse krypa dhe sheqeri janë ajo rranja zanafilla e mbi peshës tane, jam e sigurt se ka shumë njerëz tjerë që nuk e dinë dhe mund të gjejnë benefitet nga kjo provë. Kështu që nëse kjo video ju ndihmoi, shpresoj që duke kliku në atë butonin e pëlqimit, do të ndihmojnë edhe njerëzit e tjerë. Nëse informacionet e videove të mia ju pëlqejnë, ju lutem subscribe, bano antar i këtij kanali që ti jesh i pari që të shikosh videot që do të sjell të rrallës. Gjithsesi, me gjithë shpirt dhe me gjithë zemër, ju uroj që të kaloni një verë sa më të bukur, ta shijoni sa më shumë dhe më shumë e më uroj që ju ti kushtoni vëmendje trupit tuaj, shnetit tuaj dhe ta doni trupin tuaj ashtu siç e keni, me atë shpresën që po mundoni ta përmirësoni shnetin nga dita në ditë. Atëherë pra, deri në videon tjetër, ju përshëndes, kaloni një verë sa më të bukur. Shihemi në videot e tjera.